Vendimi i fundit i gjykatës së lartë, vendimi unifikues, i cili sapo është zbardhur, sepse duhet thënë, edhe pse është le themi transmetuar ose publikuar nga ana e gjykatës së lartë, që prej maj të këtij viti nuk është vënë në operim, sepse gjykatat kanë pritur domethënë që kjo gjë të ndodhin edhe në versionin e shkruar, për ata arsyetuar, atëherë fakti është domethënë që kjo heq çdo lloj alibie tashmë të gjyqtarëve, të gjykatës, që të ngrenë dorën si në allçi për çfarë do lloj gjëje që kërkon prokuroria. Dhe unë këtë nuk e them sepse jam palë tjetër, pra jam palë e avokatisë dhe dua të mbroj profesionin cilin unë përfaqësoj ose palën që unë përfaqësoj. Jo, në qoftë se neve do duhet të shkojmë drejt Europës dhe themi domethënë që kemi një sistem drejtësie i cili të paktën në sistemi penal ka dhe avokati dhe prokurori nga njëra anë dhe gjyqtari në mes, avokati nuk mund të jetë orëndije e sallës gjyqit. Pra, çfarë kërkon prokurori e bën gjykata, çfarë thotë avokati punë e madhe se kush dëgjoj. Kjo ka qenë historia dhe unë dhe shumë kolegë të mi, modestisht e them këtë, kemi vite që e themi domethënë që gjykatat po operojnë si noter të prokurorisë dhe ky është një gjë fatkeqe sepse vjen nga një lloj mendësie totalitare, ajo e sistemit komunist, ku çfarë